Prisi I besimtarëve, Imam Aliu paqja qoftë mbi të, ka thënë: I lumtur është ai që merr mësim nga të tjerët, ndërsa I mirë është ai që mashtrohet nga dëshirat dhe vetkënaqësia e tij. Kjo thënie e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, jep një kriter shumë të qartë për lumturinë dhe mjerimin në jetën e njeriut. Thënia e Imam Aliut, I lumtur është ai që merr mësim nga të tjerët, do të thotë se njeriu I mençur nuk ka nevojë t'i provojë vetë të gjitha gabimet. Ai vëzhgon jetën e të tjerëve, historitë, përvojat dhe pasojat, dhe prej tyre nxjerr mësime. Kjo e kursen nga gabimet dhe e çon drejt rrugës së drejtë. Tek thënia e Imam Aliut, I mirë është ai që mashtrohet nga dëshirat dhe vetkënaqësia e tij, theksohet rreziku I ndjekjes së verbër të epsheve dhe I kënaqësisë me veten. Një njeri I tillë nuk pranon këshilla, nuk reflekton mbi gabimet dhe mendon se është gjithmonë në rregull. Kjo e çon drejt devijimit dhe humbjes shpirtërore. Lumturia qëndron në reflektim dhe mësim nga përvojat, qofshin të vetat apo të tjerëve, ndërsa mjerimi vjen nga egoja dhe ndjekja e dëshirave pa kontroll. Me këtë hadith, Imam Aliu na fton të jemi të përulur dhe të hapur ndaj mësimit, të kontrollojmë dëshirat tona dhe të mos mashtrohemi nga ndjenja se jemi gjithmonë në rregull.